Përshëndetje në këtë ditë kaq të nxehtë kështu. Inshallah nuk jeni shtrit me telefona në dorë. T'ja bi do valë të liqenit qëto, për juve që s'keni dalë natyrë t'ju këfili pak. Përshëndetje. Përshëndetje njerëz të mirë. Qa kom qef që të mi u thonë njerëz të mirë. Sepse e di që jeni të mirë, se cili ma i mirë se tjetri. E që ka njëherë nuk dini me kallëzu sa të mirë jeni, po nejse. E të ti bojmë të dertë e do lafe që të shpejt. Masi kohë po kena, koha e mirë po. Ju e dini që unë ju marrë me veti ka të shkaj. Mundësisht të fjalla, se dhe bashku po shkaj s'po moj. Me qef po, ama. More njerëzi a e dini sa e mirë është jeta. Veç a e dini sa e mirë është jeta kur të mësohi me jetu. Kur të mësohi që për me shiju jetën, nuk kena nevoj për shumë sene. Tash ti mundi me thonë dikush qëre kja zoja. Ndeti ko ka dikon, shihe qfar po, mje ujt aty po nihet, edhe shkon të na thonë neve nuk vynë shumë, Po, a pishe që nuk jam në pushim, që kjo është, po që aty ku je, djeli përshëndetje edhe ty nga Zvicra, faleminderit shumë. A pishe një që s'jam në pushim, s't'ma ka ki, dhomi detin që sa vjetë. Ama aty ku jeni njerëzit duhni me e gjetë edhe me bu atë më të miren prej ditës për shembull. Që si kërone qohet shkon dikon te liqeni, mu Zvicra ka liqej shumë, ama që ky Zyrihit është fantastik, edhe e gjoni një vend ku e nini veten pasin po sheme konë. Përshëndetje edhe ty në Belgjik. Unë jam nga komuna e Deçanit e përplas që të në Zvicër që një 35 vjetë. Ama kështu jam katonare me rrnoj, jam katonare. Edhe pse diqysh nuk e di, pa dhe katonarët jenë besa mazotni, se do ashta me thonë edhe pse shumë diqysh më shkon për ftyre mu bo kishe qfar qytetari, kishe. Njerëz, se nuk e kena njetë sot me folë për çështjen emocionale, se vallaj po pritaj, pasha zotin. Veç pak për qef hina, se nuk jom konë mati, edhe veç hina mja vdhoni mesazh që se cili për juve aty ku jeni, mundi me gjetë vende apo kohë që mundi mirë, që ju bojnë mundi mirë. Edhe one nuk muj që tashti me jetu në Zvicër, e mua anku gjithë kohën pse nuk jam në Dubai për shembull. Apo pse e kom një kerç aty, pse se kom një Ferrari. Jam nga Deçani, okej. Shëndetje motërve shkënaqur kudo që jesh. Shumë faleminderit. Baklav me porosi, shumë faleminderit. Zoti ju knaqët edhe juve kudo që jeni, ama nuk mundet me ju knaqë Zoti kur ju nuk deni me gjetë knaqësinë e juve, kur ju jeni vetëm në kërkim diçka ma shumë, në kërkim diçkafit që ju lumturon, edhe i harroni ato gjanat që ka i keni për rreth. Shpesh kur e mpysin qysh mja nis me fillu me punu me veten, se ju mu ta shpedeni si hipnoterapiste, folse bisedash edhe trajnerën zhvillimin shpirtëror, mirna me këto punë edhe shpesh më vesin, po qysh mja nis njeri, qysh mja nis me tërheq bollak, apo qysh mja nis me tërheq shëndet, apo qysh mja nis me ndi veten ma mirë. Nuk ki nevoj mja nis me bo kur gjë heq kur gjë. S'ki nevoj me bo, duhesh mja nis
me I vlerësu mas pari që ato qka I kije, sepse Zoti thot, une ta dërgova qëta, ti nuk pja din vlerën. Pse me të qune ty ma shumë atëhere, kur ti nuk din me vlerësu që ato qka ti dhash. Atëhere përja qoj dikujna dhe ma shumë se ata po din me jetu, përja din vlerën seneve, po e jetojnë jetën me që ato qka e kanë. Jo mu mundu me bo ma shumë, po me fillu me javë ditë vlerën që aty në gjanave qka I keni. Sa I përket shëndetit, mu mundu për çdo ditë mu falenderu nëse e kije dhimbten e kresë për shembull. Mu ju falenderu Zotit që nuk është ka dhem shpina, o Zot faleminderit që s'kam dhimbje të shpinës, nuk ka gjithçka, ka tyli smuje, ka tyli dhimbte. E kështu që m'ja nis me mu falenderu për ato çka I keni në jetë, apo për ato smuje çka nuk I keni. Shumë faleminderit krejt juve për çdo lloj ka. Hoi, Sali, du hast mir bitte en latte? En latte macchiato, Gern. Bring it ticket. Danke. E vërtet. Po ju e dini që one veç fjalë të vërteta foli, ose realitetin ose hiç. Me pështjellue, me filozofue, me diqysh hiç ja kom zanat, se di vllaza her katunare, hiç jam me filozofijave, edhe nuk jam tashtja I ka nështë gjana që kanë para juve nuk I flas, ama që to qka e foli, jam e bindur 100% edhe kam shumë qef që edhe ju me fillu, edhe ju me fillue edhe me arrit rehatin e juve, qështu që kam arritone për shembull. A mendoni ju që mu e kështu jashtë, nuk e mungon kur gja, nuk kom 300 milion të lashe? Edhe unë jam njeri si kur jo, ama kur e ki rahatin e shpirtit tonë, kur din me vlerësu gjithë shkafin, kur e merë gjithë sfidë tjetës si mesazh për ty edhe mundosh me bo atë më të mirën për ty mas pari tani për tjerë, atëherë është shumë e lehtë. Shumë është e lehtë jeta. Shumë. Ja letëson ti vetës edhe e letëson për rrethin tonë edhe për krejt shoqërinë. Ku jeton Zvicër? Në katunart, I kemi thënë në jemi të vërtita. Po jeton në Zvicër, afër Zërihut, ku je I shtrig, që qëtu të liqeni, shtrigan, apo shtrig, edhe të përshëndetje zotish, një ditë sa me të mbarë. Shumë faleminderit Vesa, bashkë me gjithë dashamirët, po edhe me ata që nuk janë edhe bashkë qaq dashamir. Aty një vynë edhe ma shumë, pas veng së të ju toxische Eltern, leider. Sage ich mit vollem Gewissen, dass basierend auf unserer Kultur sind bei uns die meisten, ich will jetzt kein Prozentzahl nennen, aber die meisten Eltern toxisch und narzisstisch. Und dann fragt man sich, wieso sind wir in dieser Lage, wie wir heute sind? Të mushon leth, të mushon inatit, pasigurt, frikë nga shumë gjana, frika humbjes, pa marrë parasysh krejt këto pak nasi që I kemi mrenën, fatkeqësisht na I kanë bo rrethi jonë ngusht, sidomos prinderit ton, pa I gjyku prinderit. Se shpesh ju thamë që të fjalë, kur të flasë qështu për prindere qështu, ju mendoni që mu m'ka pru lejleku, unë s'kam prind, as nuk kam fëmijë, as nuk kam familjar, unë jam zoti e dërguara penaltit në tokë, pa as një familjar heq. Po, më njerëzit e dashur edhe unë e kam prind. Edhe shqyri kam prind të fort, janë hala gjallë, janë zotni prind kam. Plus jam nane 2 fëmijëve shumë të rriton. Kështu që kam drejt me fol edhe për prind, toksik, edhe narcista që I kena pas, po kam drejt me fol edhe për neve, gjeneratës tonë, kam drejt me fol edhe paka shumë
për edukimin e fëmijëve. Jo që jam edukatore e fëmijëve, po nga hipnoterapia atë është e qartë prej çkafit na vinë problemet që i kena në një bllokadat ndryshme, frikat ndryshme, paknaqësit ndryshme. Tanken. Du kan ich gerade zahlen, dann haben wir das hinter uns. Musst dann nicht, dass ich dich nicht gesehen wollte, aber dann musst du nicht nochmal da laufen, ihr habt ja so viel zu tun da. Was macht's? 7,50 Franken. 9. Danke dir. Fast drauf. So. Danke. Danke dir. Merci. Und ein ganz schönes Wochenende. Eben dir auch, danke. Ty syti ka për nga vushtria. O, respekt edhe ty në vushtria atje. Mirë për cilë, faleminderit shumë, për shëndetja mirë, faleminderit, mirë shumë, a je mirë për besë. Në vetë, jashtë kështu situatën që shë ka me njetë, edhe që shpondina, kur ma mirë jo. Mi ju tregu të ashtë jo në krejt gjanat e mija për shemull, që tash për momentin, mi ju tregu në krejt kështu adin njetën teme qka o ka ndodhe, me qka po ballafaqona për shemull, ju kini me thonë tanaj, o, sa ma shpejt boh mirë dhe nasi kur që ki hava, se kjo s'ko ka normal mëre, kjo nuk ka normal me tona këto gjana për rrët, edhe qëre që shknaqet edhe shijon jetën, më ka kushtu bukur ko gjatë me konë këtu. Nuk kur gjë nuk vjen nga sot nesër, ama vullneti i bën gjitha. Ripolla ka sa dush hava kështu që shjesë na knaqe. Por jo, hava veç mundet më bo për çdo ditë edhe pak ma e vetdijshme. Se bashaj mentori ku i kom kry shkollat, pak thonë në fillim sa ma shumë të mëson njeri, aq ma i pa vetdijshëm bëhet. Edhe mendja jeme gaboj njeri, apo din? Qysh njeri sa ma shumë të mëson, bohesh ma i vetdijshëm. Edhe pe pyti, thash gabim. Tha jo nuk është gabim. Tha ma kjo mundet më ardhe qviteje. Se kërkush së reagojke. Sa ma shumë të mësojna, aq ma të pa vetdijshëm bohen që do të thotë hapen horizonte të reja. Mësojna diçka deri qëtu, kur të vina ta nejti që kjo shkolla qëtu, na prej që se shkolle kena një kënd vështrim tjetër. Atër shohmi që, aha, prej që sa i shkollës po shkoj kanë edhe 3 shkollë tjera të naltë. Hajde të këshyrmi që atje, pe që atje që shpo doket, qëfar perspektive ka, të nej prej aty të shkojmë atutje. E kështu që unë jam një person që nuk preferoj fjallën, rri kështu që shje mos ndrysho kur. Baza e karakterit, ajo nuk ka me ndryshu kur. Me qenë njëri korrekt, me qenë njëri i sinqert, me qenë njëri empatik, me qenë njëri kujdesshëm ndaj secilit njëri që ma qënë zotin jetë, mos me rajt, mos me manipulu, mos me tratu, gjitha këto, kjo është bazë e çdo njëri që duhet me pas mbrenda vetës, a sa i përket kështu vetësimit, edhe me mësu sa ma shumë që me mund edhe juve tanaj me të regu gjana, se ju ma sa po pritane, këtu s'ko mund dalë kur, këtu për çdo ditë, ko mu mundu më bo një verzion ma i mirë i vetë vetës. Edhe është e pa mundur na mës me ndryshu, se qelizat tona ndryshojnë çdo sekond. Na kur nuk jemi qaj njeri që jemi kondje. Kur? Sepse jeta është një proces. Përshëndetje, shpirt bardh. Shumë faleminderit gëll. Se apet edhe për një dhe fmit është jeta e parë. S'po të kuptaj, absolut rishtik tanke. Vëlla me lihati është gru e pikatne. O me lihatja, e lumja jo për shpirtin e vetë. Njerëzi kush se dini kush o me lihati është nona jeme. Selmoni është baba, Selën e pën baba. Njërë dita, ku je? Në ruzullin toksor, mos kofsha, që të kujeni ju krejt. Ama për momentin kofsha. O ti e krejt dashni, krejt pozitivitet, ka shëndet hava. Shumë faleminderit, për shëndetje shpresoj se je mirë. Shpëtim fetoshi, për ty e kam një zemër. Faleminderit shumë, shumë mirë shpëtim.
Na për me rajt jena me diplom. Edhe rena, ndëgjoni njerëzi, edhe rena është e ka shkakun e vetë. Ata njerëzi që rajnë shumë, fatkeqësisht, shumica, te nacistat është rajna diçka tjetër. Ama shumica e njerëzve që rajnë jo me të lëndu tyje, por rajnë me mbrojt veten. Edhe këtu mund në më këthy që dashti të baza edukative. Ku kemi guxu na me pranu ndonjë gabim që na ka ndodhur. Po ti rëdzu, nështë edhe s'ke guxoft me kallëzu që i rëdzue, se të bën vakit kanë rrej edhe një herë pse i rëdzu. Për shembull, e lemu me guxoft me tregu gjana që ka të ka ndodhur, ku e ke ditë që nështë aprindit ka thonë, mos shko që atje. Edhe ti ke pas qef me shku nështë me qëta fmi me lujt që atje ku janë krejt. A i prindi i ka pas nështë shkaqit e vjetë, apo a i s'ta ka spjegu pse mos me shku ti, se vetë na veç kanë dhonë urdhna. Zgudzon, zban, mos shko, mos asi. Edhe t'ja pe ti shku ti që shti tinza, se ke pas qef me shku me lujt. Edhe tash që aty i rëdzu, je vëra, zotit ta den, t'ka ndodhë diçka. Kur t'ka vetë, qka ki ngu, t'jo duf me rejt, me i thonë rëdzova që to. Një shembull dhe mora qaj me ardhen men që tashti, që do thot, na si bazë edukimit na kanë detyru me mësu rrenën. Tanaj, edhe të mdhajtit, edhe printon, na kanë mësu se i keni t'u bo mohabet që aty, t'u këthon diçka për dikonin, thuj që shtu, bën që ashtu, t'ka thonë prindi, po shkoj nështë a dikon edhe zvonohnat, po mas të gjusore këthena, ajo këthy mas 3 ore. Kjo është fakt një ren, apo edhe një manipulim. Shemuj shumë të vogël, po ju tash para mendoni ju vetë, në fëminin e juve, në alu që tashti edhe mendoni, sa here në rrethin tonë e din ti që t'ka rraj dikush. Pastaj vjen sistemi shoqëror, në shkollë, vjen shkolla, ku edhe aty fëmija me zveti, se që ta fëmi që ka janë në shkollë, dhe ata e në mësu me rrajtë, se dhe ata i kanë pas prind qasishnë, edhe tanaj, të formohet. Thjesht për me mbrojt veten. Sen katastrofë. Vetëm që ta me mujt me ndru njerëzit, që me mujt na me pas një komunikim të sinqert me njëri tjetrin, na shumë pak kime pas probleme. Shumë pak kena probleme në shoqëri, në partner, në familje, krejt. Me mujt ti me marrë aftësinë edhe me unë para qati personit, për shembull, edhe me fol sinqerisht me personin. E jo për personin, se na kemi një gjithë tu i fol për njerëzit, jo me njerëzit. Edhe kur jemi kund vogël, edhe gjatë rritjes, edhe sot, secili gati nuk e kanë mësu esencën e komunikimit. Flasin halep për njerëzi. Normal që rriten energjijat negative kur ti qet vrell për dikonin, që edhe s'është prezent edhe e rrit një problemin, e bëni shumë madhështor, në vend që mu ullë për balë, po s'ki me konë me folë, po ti provoje. Ama ti provoje në mënyre në matë qetë, jo që shjemësu. Edhe mos ja jep personit qka ka do, nëse aj qartët e buhet nervozit, gjitha i ban. Mundohu ti me majtë qëtësin. E provo një herë, okej, s'ka funksionu, ama t'jeni të bindur që kalon diçka të aj personi tjetër. E normal që i kena mësu, i kena ngene në këto gjana, nuk është shumë e vështirë me ndryshu, ama është e mundur. Po ti e krijon komunikimin, po unë e krijoj komunikimin. Përshëndetje gjithëve, mirëmëngjesi. Përshëndetje Arta. Përshëndetje Dadës edhe tyje. Ku je shku në Shqipëri? Jo, në Maledive jam. Rrenat kom të shkorta. Po s'kemi nevoj më rrajt. Se kemi nevojen, se jemi njerëzit rritëm.
Unë për shembull jam një person, ma mirë mëtem me realitet, se që me në qiell me rrena e me manipulime. Krejt të këqijat posedojnë, Zotë, po ata që rajnë krejt këqijat posedojnë, Zotë runa prej tyne. Une javë spjegova që tashti pse rajnë njërzia edhe çka bohet. Të narcistat është edhe një shkallë ma e ronë. Ata e kanë rrenën në ma jetë buhes. Se ata duke u mundu me mbrojt veten në atë mënyrë aq të madhe, se mrena janë në lomit, ata janë mësu me rajt edhe ma shumë, se ata nuk dojnë një avë zbulu dikush të mrendshmen. Pastaj ju bohet rrena të qysh si kur rotacion. Narcisti, për që të bën be me fmi, me non, me bab, me shpirt vetin, me kish, me xhami, me shpirta deknive me 5 pare nuk i jep. Ai i bën, edhe ndëgjoni njerëzim, shtinën kryqet sen, sa ma shumë. Prit një veç pak, ta pi do kafe se mu ka tha buja. Sa ma shumë të bën beni njëri ka të fol, dine që aq ma shumë rren. Mas aty në beve, një njeri që veç vazhdimisht shkon të bobe, t'jeni të sigurt që ai njeri e ka rrenen shumë bazë të përditshmërisë tina. Se ajo duft dikur, kur ja ka nis me bo gjana me rrejt, me ko, si kanë besu për shembull njerëzia, ajo duft mja fillu me bo be. Tane kur të bën be njeri, krejt nalmi, kur të bën be njeri për shembull pasha shpirtin e nonës, pasha shpirtin e vllavit, pasha shpirtin e babës, o pasha shpirtin tem, pasha kish, pasha xhami, pasha fmin, pasha këta, pasha ata, tane na i besojna, edhe thu ka dale një herë, tane e vazhdon t'ja, më thu po në s'kokshna normal, ton këtë be që e boni njeri për shembull, po ajo munen veti me shti njerin me bo be kështu. Mas një kohë, ajo të nejtë vazhdon, nështë do muj një koj beson, deri sa të ndodha petë rrena tjetër. Të nejtë dikur, i thu, lemër e këtë potpori, lemër e këtë potpori, se as fjales, as bes të ashti. Njeri i pabes, njeri i pabesushëm. Kështu që sa ma shumë që të bon beni njeri, aq ma shumë rren. Mëse harroni. Është narcisti gjelos për fëmijët e tij dhe i saboton po. Po, është shumë e vërtet që ama jo çdo fëmijë, bën vaki një fëmijë e ka fiksim, jo krejt. Njerëzi unë nuk e kam studiue psikologjin, as nuk jam psikiatra, ama baza e hipnoterapisë. Mu ma lejen me folje edhe për narcista, sonë klientat e mi janë me emocione e këtu është buhet fjalë për narcista për shembull, edhe pse kur far shkollimesh në këtë drejtim të narcistave s'kum bu, ama vet jam interesu shumë me ndëgju ligjërata për ta, i kom bo do kurse të vogël që aty, me lexu libra për ta, sepse e kom vrejt që të nan shoqërinë tonë ka shumë narcista, edhe qysh me dit mu sjell me ta që me mujt mira hatu diqysh, jo marrë në konkludim që narcistat, sa ta e kanë shumë vështirë me pranu shërimin, absolut nuk mundën me ndryshu. Edhe kështu që, kur nuk mundën me ndryshu njerëzit në toksik dhe narcistat, ti duhesh me forcu veten emocionalisht që me pas aftësin, ose me nejt që ty prantina se s'ki ku e qanë, ku me qua, ose ti s'ki ku shkon dështa, me pas ma let me jetu me ta deri dikun, se ajo nuk është jetes, ajo është dhunë, ajo është definitiv dhunë tani, se aty as nuk jetë respekt mu, as nuk jetë besim, as nuk jetë dashuri, as kur gjë heq. Po thjesht që thojmë të na,
me që jetën shkeleshka. Me arnat pikë që me që jetën shkeleshka, me prit derisa desni të dytë, ose me pas saftësin edhe mu largu prej tina. Largimi është normal se ani maj miri, po derisa të vesh ti të vendimi me thonë o kry ball, duhesh me formu me veten, me forcu veten emocionalisht, me marrë vetë besimin, me marrë forcën, mës me pas mu problem sa ta din tanaj me tu këthujo, sa herë kthehen ata, kthehen, ta shtrojnë apet e pihin e kur që, ama kur, edhe që të ndëgjën me vëmendje, një narcist nuk ka shans ty me të kërku faljet sinqert. Zakonisht narcistat, kur kërkojnë falje, janë nisin, më falë, po nuk e mirë, ama, gjithë ka me ardhni, ama unë tim për unë mund qatë pikë, apo tim shtine, apo prenati tonin, apo tim i prishe nerva tana unë reagova qështu që, kur më spretni me marrë një kërkim falje adekuate prej një narcisti. Ju mundi me prit, po ka të kjo, se nuk vjen kur. Nuk vjen sepse për narcistin këtë tjertë janë fajtor. Hej, narcistin është që e nxen të tradhtu, të trajt, të të manipulu, e nxen me fakte, këtë i kindor. Prap se prap, bon vakini me në atë moment o dhonue, nuk ka tradhtu, po o dhonue, kam dhonu më zartë, më falë, nëse është shumë e mundre, kam dhonue, se s'ka dasht. Pe bëj një shembull që shtu pak si me hajgare, e kanë dhonu mërë se s'ka dasht kur, me tradhtuaj farnjeri, për shembull. Si jeton një gru me një narcist, më zvetë vëllaj, tregova. Një narcist krejt mangësit që i ka me ti bo edhe tyje. Me një partner budallit dhe budallicat, jo musa e ke jam një mus, jo, nuk janë as budall, as budallica. Mos ta qitë zoti, një narcist, në rreth tonë, nësi do mos në partner, se na kemi, në të tash edhe ma heret, na kemi edhe prend shumë që e narcista, e kemi familjar të rrethit ngosht që janë shumë narcista, po edhe partner narcista. Mos ta qitë zoti, një narcist, sa di po fështirë është mu shkëput prej tyne. Shumë e fështirë, që e tregova ma heret. Letë është me thonë ti, po daju, ku ta buni qëto, ta buni qëto, ta buni qëto, ta buni qëto, edhe daju prej sotit nesër. Njerëzi, une, po thomë si më ka foli këtë, mu duft edhe për narcista me hije me mësue, me ditë qësh mu sjell me ta, sepse klientet e mijën krejt shqiptare dhe shqiptare. E muna me thonë nështë a gjdoj treti që flas me ta, është i prekun prej një narcisti, qofta jo në familjet ngusht, apo qofta jo në partner. E nuk është e letë mundo. E sidomos kur luajnë rol tana edhe financat, e sidomos kur të luajnë rol vendi ku me shku për shembull dikush. Hajde na që të nështë në Zvicër e kena pak ma letë se këtu na përkra shteti, pa marrë parasysh pa dihava. Nuk të vynë shteti me të përkra, kur ti nuk i e gatshme këtu mrenan, apo i gatshëm me bokat. Me pakona, ashtu une. Po flas me janin e tash mi javë qele dhe një temë pa nevoj. Bravo, faleminderit. E ndëruara edhe këtë live në YouTube. Po, zakonisht i hedhi lajthet. Po diqysh adin ka një herë, po thom, na po flasmi edhe kështu në përgjithësi. Ta na i dikush që nuk është në rjedha, thot, po shka, po i lexon komente të fol veç për temën, po jo së nësi për shembull me fol për një temë, po që del tema, shtroni na i pyetje, edhe ta na i flasmi. E kështu që muna edhe këto me gjujtë, se me të vërtetë është shumë njerëz, është shumë për me rëndësi se cili për juve me fillu me riprogramu veten, me fillu me punu me veten, mu lirue,
edhe tanaj është jeta shumë e lehtë, edhe pse nuk është hiç lehtë me punu me veten. Absolut jo. Ballafaqimi më i vështiri është mu ballafaqu njëri me emocionet e veta, më falni, me ata bërllogën çka e kena mrenan, me në ndijen, se gjithë jetën e kemi në ndije, programe në gene që thojmë. Narcisti përmendë nga momenti dhe besimin tënd që jo, nga momenti parë ai të bën love bombing, nga momenti parë në fillim të lidhjes. Është narcisti po t'i thue, o Allah në dorë tone. Me çka e meritova more këtë njeri kështu. Me çka e meritova këtë farë njeri sa ta e mësue manipulimet ato fjalët i kanë majet gust, thash edhe më herët. Ata e kanë njëherë love bombing. Krejt ato gjana që ka ti ki fol me ta, ti japin ata që ju ke kallëzua, din që nështë i ke shtrajtu e shkapit jone, krejt ato gjana ata ti japin edhe ti thu, o zoto, në qëta është veç një kuror pëngjes që tu që edhe pas na mu knaq, më në fund dul dikosh që o kam kuptan, maksimum 4 muj, 5, i 6 është i tepër. Ta na i fillon të mirë. Përshëndetje edhe juve krejt. Unë jam da dhe kam bo fest kur jam da. Po fest ashtë jone nuk pedije, nështë edhe s'kemi nevoj me bo, se gjdo ndarje dhem, pa marrë parasysh. Unë absolut jam kundër munda njerëzit. Unë jam kundër munda njerëzit, kom qef që aty, në qato rëthona që jeni, se cili mu mundu me buat ma të miren, edhe me fillu burri, gruja, me fillu me thonë ka dalë, qka o ka thot hava? Hava o ka thot qështu kena mi jabu, qështu pi jabujna, nështë a ju zgjatë procesit 2-3 vjetë, po ma mirë mi ju zgjatë 2-3 vjetë, edhe me qenë tanaj bashkë, se keni kryu një jetë bashkë, keni konë 5 vjetë, 10 vjetë, 20 vjetë, 30 vjetë bashkë, një jetë tërë keni ndërtu bashk, i keni do fëmi bashk, atëre ma mirë është me punu të dët, e me pru rahatin në shpinë e juve, se munda. Se edhe ato tjetën kur ta merë, bën vaki dhe ma narcist se aj narcisti që e nda prej tia apo prej saj ka me të qëllue. E kështu që njerëzi me mësoni me ndreq që ato qka e kije, e jo për një diçka të vogël me gjujt, hajtë se e blej tren, pe e blen tren, ose pe e merë tren. Po ku pe din qysh po del, ku pe din ti sen i ri, apo të përshtatet, as po të përshtatet. One për veti, kjo duhet me thonë për juve shumë që tashti. One i kom do gjygymat të qajt, 25-26 vjetë. Kur nuk i kom ndru, a me ndonjë që si kom do pare, mi ble qëfare po dalin e në mode, pa mode që shtua? Jo po, valla. Kisha mujt mi ble 30 para, shka pedione, ma shumë. Po jo njerëzit, qata gjygymat e qaj, e bojnë qajnë shumë të mirë. Bile dhe ka paki, kur ju pa të prishna, jëm shku të një garaj, me ma pika të. Ma bëjshin krejt, a je mëj normal. Lemni ju në të lashet mija. Gjdo sen që e kom qef shumë, me rujt me kujdes, e lere mu njerëzit që na i qënë zotin jetë. Unë e gjojnë është ta gjygyma ma të bukur, po unë e di që ata sigur që ma bojnë qajnë e mirë, ta shti për një kapak që ju ka prish vega me i gjujt krejt gjygyma ta, e qështu jeni ka boni ju me njerëzi. Me partner, me partnere, po i gjuni njerëzit sikur po qavra, thuti që njerëzit janë objekte, besa kjerën e këshyrë nështë ta ma mirë, apo ti gru banesën tonë e lane e fshin shumë ma mirë se burrin tonë. Edhe te burri aty i sajna, ma mirë i këshyrë kjerën, ato felget e kjerit mundësisht me qetë dhëmve, me brush dhëmve, ja lanë felget. A me njerëzi luni me ndjenja aty në si mos me konë njerëzi ata. E që tu është esenca, me punu, jo, se cili me veten edhe me
prura hatin që aty ku jeni, a budal jeni që nuk po deni me drejtu një lidhje, një familje, po mu da, se anë ma i leti, edhe pse nuk është letë, se njerëzit toksik, e ki shumë vështirë. Narcisti është i lumtur në jetën. Jo, narcisti është njeri ma i palumtur në tokë. Ama jashtë, ti s'ki shansë. Rallë ti mund është me pa nëj narcisti i kajtë. Shansë nuk ka se aj qaq. Po nuk e di ku e marrin tonat forcë me bo atë jetë kritrajshme kanë jetën. Ke pat egon e madhe, mu kallëzu me bo, kush jam one, me i ble njerëzit me fjalë të mira, me hej, mos e harroni, nëse ka kohi me dikant për herë të parë dhe ju bën komplimente të papazë mëre, po ku po mund është ti me më komplimentu, ti mund është me më thonë, okej, havi pas ke sytë e bukur, për shemull, okej, havi që kjo po trika mirë, valla, okej, kom dëgju për ty që vetëm gjana pozitive dhe interesohesh për lirimin emocionale që të gjana. Krit në regull ato jënë sene qka janë. Mos hajde ti me më thonë mu e këtu, po, ti po thëshe bas, ti qfar bosi koke. Këto janë komplimente të narcistave. Qfar femne, kur sytë e misë pas kanë pak si femen, jo, po të sha, ti koke king njeri. Kun këng njeri me sa po mshe, largë që ty në njerëzve, qka vinë me qëto komplimente në fillim, se mundet me qenë shanca 90% që mas atina është një njeri shumë narcist, edhe shumë toksik. Jo, toksik, këta e në veç narcistat. Të bombardojnë me komplimente si të shohin. Nxinet fryma më rëthu, hej, edhe nuk i kanë real, ato e nin njëri, ato e nin, narcistin e nin. Se unë për veti me mbo komplimente sa me mbo dikush, unë e di që veç e kam su potporia atë farë pune, që tash e di, së vëllaj se kom dit ason, që tash e di që e pas ka potporia dhe shumë më mba nervoz, absolut me njëherë i qetë kufit hava aty, rampen, trak edhe thu, okej, ja, heq, as ma heq kafe, qëfar kafe me ty, faleminderit shumë. Se prej nacistave ika, ja dola, e nuk ka shans me ra. Okej, edhe tashti nuk i tërheqim o narcistat, se tashti e di vetdijshëm. E qështu larg aty në njerëzve që ju bojnë komplimente. Ata duhet gjithmonë me qenë në centrum të veçantë, normal. Ata duhet me konë qendër të vëmendjes, mu kallëzu kush jemi, mrena njën katastrofa e Zotit. Prit veç pak. Megi, a i ka ishe një mërë që të qyre syzat e këmë bogati, po jëmë ka lezoj pa syzat, që mirë që jam pa lidhje merë me jetën tënde. Me kone ki Megi, me mund është ta me naj komentu, sigur të naj komentu si të dasht me a thonë, nuk ma merë mendje që je drejtu ka unë. Se unë nuk i dja e ka mirë shti me jetën teme, tashti nëse ti e ka mirë është me jetën teme, o pasha Zotën, më nëzis kisha prit me ardhe i zemër, po zemër është, mu marrë dikush me do punë të mija, me do senet mija që bile do me mi hekë. Më morë dhe ju pak në jetën teme, si kur po kom qef unë me ju pa mirë juve dhe ju me ndihmu mu pak në jetën teme. Shumë kisha pas qef. Po fatkeqësisht, nuk po vjen kërkosh për juve dhe me thonë, oj havësh, ti po mundohesh për neve ka që shumë. Pa morë parasysh që ki jetën tonë. Po qka mundëm na me bo për tyje? A mundëm na me bo diçka për ty? Edhe na të mirë mi pak me jetën tonë, sikur që ti po mundohesh për neve, edhe na po kena dëshirë mu marë me jetën tonë pak. Edhe unë të kisha thonë, po, në qëtë pik, në ke zhvy pak në dim. Normal që gjdo njëri i fort, ja del vetë se o mësue, ja del gjithë shkafit. Ama edhe njerëzit e fort, si kur one për shemë, ka nevoj, ka një herë, për dikon që thot, hej, prej sotit që kjo është gajlja jeme, nuk është e jotja. Në mundësit mija, që to kome ta hejk.
Edhe ta ne thëmë unë, o zot faleminderit që dikush po mirët pak me jetën teme. E kujdes tu kisha lut. Kujdes, mos e qit mëre kujt aty, se e qes në YouTube të nej. Kujdes ku të shprehni. Se me pa pas dikush, mu marrë që shtu me muë, nështë para disa viteve, me pa koni havë dikon në për jetës sociale. Si kur jom unë që të është i para juve. Nështë edhe unë shumë sene i kisha pas më ndryshej. Shumë sene. Sigurisht një 5-6 operacione ma pak i kisha pas, se gjithsej teti kom. Sigurisht që si shamet vetëm në për rehabilitime, në për spitale. Po, kisha shiju atë kohë kisha shiju me fëmijët e mi, se mu kanë rritë fëmija, tu ju ko nona në për spitale, në për operacione, në për rehabilitime. Pse? Krejt nga psiqika, nga keq trajtimi psiqik i rrethit për shembull. E për që ta jëm para juve. Isha konë shumë e lumtë me pak koni havë, që i shkonë para një 15 viteve, 20 viteve, si kur unë shtu. Kur s'ju konë dhe në njerëzve, jo, e kanë jetën e vetë të merit, në vend që me thonë, lume shqyqër, është dikush që të në TikTok, që tonë këtë mund e banë për mu, jo për mu. Apo me ndonë ti qone nuk muj me shiju që tuhen edhe pa hi me fol me juve këtu? Mos me ndo. Me ditë kom najtë që to, ditë e natë vetë, në shatar, pa e qelë gojnë me kërkonin, se më ka vi për vetën teme. Në atë moment që të komuncion e fut në këtë me bo diçka dhe për juve. Jo që jom njeri pa hobi, edhe jo që nuk di mu knaq vëq vetë. Po dëshira është shumë e madhe, që ju nështë me vazhdu jetën në ato kushte qysh jeni, ma letë se e kom pas one, edhe krejt jo, që jeni të më këqyrë që të që. Jemi së nga hava, është një villnesh, faleminderit shumë. Unë jam këtu për ata njerëzit që kanë qef unë jam këtu për ata njerëzit që kanë qef me më dëgju, po edhe për ata që elbojnë ai komenta aty këtu, na e dim tashti që ata japin ato çka janë vetë, edhe çka janë vetë për shembull, edhe çka posedojnë në shpirtin e vet, çka kanë në shpirtin e vet. Na këto pe dim që tashti, edhe që tonë nëse nuk e dini hale, une nuk e di çka me thonë. Ama pa marrë parasysh ka ardhë koha për ty, o njeri ka ardhë koha jote, mos me jetu në ankesa veç aty ku jetu janë ku gjithë kohën, Po, me thonë, hej, ka dalë mëre, se po ka dikush që tu që po desh ka me ndëgjue. Afti e luakesh t'i gresh, zotit për koftë, respekt, shumë faleminderit. Krenohë me haven, faleminderit, të mundu. Të mundu për vurë dhe punë të shtëpisë. O lej punë të shtëpisë që aty i gjonë, bre, heq në bre mu që sa i fshisë, se marut. Po edhe ajo është një farë, jo ves, po edhe aty e gjoni vetën e përmbush një vetën, kur e shini thana i që i kini la, krejt e thuni, o, sot i kom hi me roj kështu, ma edhe fiokat i kom qitë në toke, nërë kreveta e mi kreveta, tanaj, ajo të përmbush ty me diçka mu knaq. Lene mërë se nuk është knasia në fshis, edhe unë e kom qef me pas paste, edhe unë më pone smut, si që kesh një këtë drejtem, po që mu qu njeri njëherë në mujtë, me i hek senet prej kuzhine, edhe me i qitë në tokë, edhe me i la dollapat krejt, edhe me i la krejt e në tapet, edhe me i zije, luge, velushka e qëto, më falë një piruna. Me varekine me sod, njëherë në mujtë, to veç njerët që janë psikisht smut e bojnë, varsit nuk janë veç droga e luerat e fatit, e cigaria qëto, edhe kjo është një varsi dhe për shumë e madhe, bile. Një budallaki, muna me i thonë.
O, po lahet kuzhina jeme njëherë në 6 muaj, janë 8 muaj heken Kristian. Po në baki edhe njëherë në 10, po kujna o ka interesanë, mare. Havë në knaqe me qef jam ka të ndaj. Faleminderit shumë, e bënë shumë me qef jam ka flasë. O më konë që i lanë vetë, vile po të shtenë ty me la, e vile të më shtenë t'i kosh me la diqka. Përshëndetje, Jehon. Ej, kaloni shumë mirë, faleminderit shumë që ishit pjesë e jemja, edhe one pjesë e juvja, dash zote e shihme herave tjera me shpresë që këto fjallë të minja që të ashtë që i fola, paka shumë mundohi me qitë në vepra. Edhe, hajde që të ashtë ju kisha lutë falenderoni që të krejt, hajde po du që të ashtë me më falenderue krejt, kini me shkru që të ashtë, shumë faleminderit Hava, shumë faleminderit Hava, për kohën që pëndan me neve. Edhe të shpërndojmë falenderime njerëzi, qëllimin bas kësojna që pëtham është thjesht me shpërnda falenderime se ju duni me qenë falenderus për krejt që ato që javë ka dërgu Zotin jetë, që mi ju dërgu pak ma shumë. Hajde të ashti du me po qatin vetëm me falenderime. Edhe këtu, edhe ju në YouTube që një kam këqyrni që të ashti, edhe ju me shkru faleminderit shumë Havush, faleminderit shumë. Qashto, faleminderit që po shenani. Faleminderit Hava, faleminderit juve, faleminderit Hava për kohën që e shpenzon për neve. Luna me gjithë dëshirë dhe me gjithë zemër, hajde ju mashkujt, kujni shokët e mi, hecin këtu se vëq shoqet e mija janë ka shkrujnë. O faleminderit për kohën, faleminderit shumë. Faleminderit krejtve, qashtu pronaj. Shpërndojmë pak energji falenderuse, energji mirë njohje. Apo unë me thonë, unë jam mirë njohës që unë të jam mirë njohës që je prezent në TikTok. Unë të jam mirë njohës sepse nga fjallët e tua kom arrit me zgjidh një konflikt që normal s'kish pas edhe shumë puna i farë konflikti. Mirë njohë, zemër, falenderus, krejt. Faleminderit juve, moshtë në ka shumë. Jo prej është edhe këta din mu falenderu. Kujni mëre, mos kofshë. Kujni, tjeli shumë faleminderit. Yllje. Ti mjep mu veç shka mund është me konë vetë. Ato pedina, mo se cili jop një atë shka jemi vetë. Si më është më dhonë mu e ti shka s'kije. Nëse më të lypi kafe ti s'ki kafe s'mund është më dhonë. Po ma jep veç të ujë. Kështu që shtinin kryqet sen që ato fjallë qka t'ja thojnë për shemull, ato pa ju bo kur gjo heq, se kur të bën dikush diqka, thuja fjallë të më të poshtat qka t'bine në nërmen thuja. Rëndë tratarve, manipulantë, shka po presin ata për shemull, mi ju thonë, oh, sa i mirë jeja, jo, ata e lypin. A njerëzit kur nuk bojnë kur gjë. Ti po kallëzën për veti, kushje, jo kushje, mone, faleminderit për kohën që ndanë me ne, me shumë dëshirë, rushe. O ti Noli, mos përshëndet shoki se jena në fund lajfit, hajde falenderohu, faleminderit zot thuj që e pash haven që tash në TikTok. Hajde shkruaj që të komente dhe pëdola. Havë si muj me kontaktu për krejt juve që doni me më kontaktu në YouTube, aty është numri kontaktus në ndërse cilën video, edhe mund është me më shenu në WhatsApp. është numri punës aty, mund me më shenu në WhatsApp. Hajde, shkruni je njeri maj miri, hecni. Se ju që e një të mirë ato në e dje. Të 10% janë narcista për zotën, mos
mos ta vërtetoj edhe unë se shumë jam në bindje të fortë që nështë atë kjo bëqë shumë. Për dhe me që në kolë pozitivitet. Faleminderit shumë. Kretë që këfarë FO në qëto më rola ta hekmi se s'është në vinë. Për herë të parë sot veç vazhdo se ti në ndimon dikujt Zotit ndimon tyje. A për herë të parë, okej. Faleminderit shumë. Çdo sen është hera e parë, hapi i parë. Kështu që edhe për ty nështë ka fillu një hap i parë, se jo rastësisht të kom shkaqur në ty për para nësët. Ka fillu një hap drejt një jetë ndoshta pak ma në rahati edhe ma në toqe me vetë vetën. Faleminderit e kaloni shumë mirë, si çdo herë me shumë respekt edhe shumë dashni për secilin njeri që nuk lëndon me dije, nuk manipulon me dije, nuk rën me dije, nuk i formon dikujna emocione, ndjenja të rrajshme, që nuk gjykon, që nuk nënçmon, që nuk shon, që nuk tradhton, për krejt juve një respekt shumë të madh. Për krejt ju tjerëve, edhe ju narcistat, që na keni lodhë, në fakt, e keni lodhë shoqërinë, se mund s'unë më lodhë kërkush. Për krejt juve ju kisha dëshiru, ju qoftë Zoti një mendje, që edhe ju me bo diçka për veten e juve e me leon tanaj rrethin rahatën të lashet veta, apo doshtë Zoti e ju bashkon gjithve me një vend. E atëra të kini me hongën një tjetrin. Unë e quj vetëbesim, ju... Ja nuk është vetëbesim vend gabushëm. Ata e kanë vetëbesimin që ti thu veç pak, more 5%, me pasën vetëbesimin e këti narcisti, këti personi, isha konë e lumëtër, ajo është ego, ajo nuk është vetëbesim. Ajo është vetëbesim, po është übertrieben, është jashtë mase, vetëbesim, tu je mbrojt veten. Po të vëgjel janë, o zot, po sa grima janë. Përshëndetje, Ida Gona. Kaloni mirë se meta. Hajde të me bofshit e shifni herave tjera. Për ju që ertë ma vonë, vedën e sheni në YouTube. Tonë.